që përmende janë vendosur jo pak por 34 kushte që lidhen me korrupsionin, me zgjedhjet, me pastrimin e parave. Po, në fakt ne e dim këtë gjë, nuk ka asnjë çudi që ne e dim se ku duhet punojmë më shumë, dhe dim se ku duhet jetë fokusi ynë, jemi të qartë për sfidat që kemi përpara, kemi objektiv parësor dhe të vetëm arritjen e gjitha këtyre standardeve, mbyllja e negociatave, pra mbyllja e kapitujve që ne tashmë kemi nisur zyrtarisht, është momenti më i vështirë i procesit integrimit. Kjo është e qartë për gjithë ata që merren me integrimin në Bashkimin Evropian, por dhe për studiuesit e këtij çështje, por ndoshta nuk është shpesh për qytetarët. Ndaj ne kemi qëndruar gjithmonë në të njëjtën linjë, kemi bërë qartë faktin se ne e dimë se me çfarë po përballemi, kemi bërë të qartë edhe të gjithë vullnetin ton politik, duke ndërmarrë reforma të cilat kanë qenë edhe të paimagjinueshme në shoqërinë dhe realitetin shqiptar. Sigurisht nuk jemi perfekt, sigurisht kemi shumë punë përpara për të bërë. Ky është qëllimi ynë dhe këto do të jenë objektivat që do të kemi tani në vazhdim për të përmbyllur kapitujt dhe për të mbyllur procesin kaq të gjatë që prej ndryshimit të sistemit dhe dëshirën e madhe që ka çdo shqiptar për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane.